familjeve që po janë pak ma të gritura, se ki edhe familje ende në Kosovë, dhe me thonë fshatra, se unë vetë punoj edhe në shkollë, si psikologe, që kemi në fshatra jo telefon, pas televizor nuk kanë, shumisa familjeve. Se mas flasëm ma fëmit me japë kushtu një telefon, një iPad. Po, na po flasëm përgjithësi tash në qytetet e mdhaja, janë pak ma ndryshe kushtet, janë ma eventuale edhe gjitha kërkesë që e lypë fëmija, se cili prend po munduhet tash me ja plotësu, deshti, po duhesh me bo ato. Vjosa? Fëmija nuk po pyte edhe financat si pikan çdo familje. Nuk e dina, edhe ne në konto nuk është se kemi ditur si çfarë gjendje financiare janë prindrit tanë, po. Unë e cika edhe më herët, për shembull vajzën time e kam mësuar që edhe çantën me zgjedh, jo me figura, jo me gjana tjera për arsye se kur shkon në klasë me pas një farë barazi edhe me pas prind tjerë ma letë. Tash për shembull unë të ujrujt prind tjerë kur shkoj në klasë, çantat edhe më të mira se çika jam. Edhe në momentin që hyn në klasë, çikat e tjonon, ti ke probleme me steç se krit çikat e klasës i kanë me steç. Domethënë na kërkesat e fëmijëve vetë pja japim mundësinë edhe lirinë për me i shtu çdo ditë. Nuk i vetëdijsojmë, edhe nuk pi edukojmë frymën që të gjithë duhet me qenë barabartë. Tjetra, për shembull ushqimin kur t'ja japim fëmijëve, që është shumë e rëndësishme për secilin prind, me pas kujdes çka pjo japim. Unë për shembull djalit i tham veç moll edhe diçka një frut kemi marr, jo non sa i ka marr diçka tjetër edhe KitKat, do të thënë ushqime të shtrejta që pak është problem që çdo ditë fëmijës m'ia ble edhe. Shumë e vërtetë që kjo po ndikon shumë te fëmija në shkollë. Kështu si na si fëmijë shkon jo me ble KitKat, apo e kam për shembull një shitore si çebaptore apo diçka që shesin. Po shkojnë special prind për ja paguaj fëmijët për m'ia dorëzu në shkollë çdo ditë. Edhe ta shko fëmi që nuk e bën atë një prind, për shembull mundësitë financiare ekonomike po dinë në Kosovë. Nuk ka, e që aty pak ta shumica shkollave në Gjilan, do me thonë po flasën e për qytetin ku jam, i kanë ndalu këto shërbimet, po i kanë ndalu shkaku i nivelit që me qenë të gjithë në zonësat njëjtë, edhe plus lanë që nuk e kanë ndalu me ju dhonë fëmijëve, vetëm ujë. Ujën e ka fëmija me vete, diçka që është domosdoshme. Që do të patjetër me që përgatitet vetë. Po edhe kisha sugjeruar që prindërit kërkesat le t'i plotësojnë, po le t'i mësojnë fëmijët që këto kërkesa mundësisht i realizojnë mbrana shtëpisë. Për arsye se ka fëmijë, ka prind që nuk ka mundësi, për shembull çat ushqim, çat veshje, çat, domethënë, me ja caktu vendin ku mi vesh, ku me hangër, ku me pi, për arsye që me letu jetën tonë. Antigona, si qëndron kjo në ngritjen e një fëmijë, zhvillimin psikologjik të një fëmijë? Fakt është goxha e vështirë me vendosë qatë barazin materiale në shoqërinë ku po jetojmë, edhe është goxha e vështirë me menaxhu, po isha të mendu derisa po ndëgjoja kolegët, ndoshta një nanë që ja ka pagu ushqimin aty të shkollë,